tjetër kemi 1001 probleme me atë shtet dhe edhe nuk besoj se do sheshohen ndonjëherë problemet midis shqiptarëve edhe serbëve, për aq kohë sa serbët udhëhiqen nga një nacionalizëm shovinist radikal. Por duhet parë me kujdes furnizimin me armë të Serbisë. Është një Serbi e cila dita ditës po merr armë qoftë nga Perëndimi, por qoftë nga Lindja, po merr qoftë nga Franca, qoftë nga Rusia, por qoftë edhe nga Izraeli. Pra nuk është se ka vendosur një limit se ku mund t'i blej armët. Nga ana tjetër kemi një Kosovë e cila po armatoset nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Turqia, ndërsa çështja është Republika e Shqipërisë, çfarë roli do ketë Republika e Shqipërisë në një skenares ekstrem. Nëse po bëhet fjalë, nëse nuk funksionon në një pjesë i mbrojtjes kolektive të NATO-s. Në këtë aspekt, por duket që jemi hapa mbrapa, qoftë në raport me vendet fqinje, por edhe në raport me gjithë rajonin e Ballkanit. Unë nuk shpreh Ballkani Perëndimor, sepse po të ketë një Ballkan Perëndimor, do të ketë edhe një Ballkan Lindor, kështu që është një gjetje, le të themi, e kohëve të fundit nga Bashkimi Evropian për ta përcaktuar si Ballkan Perëndimor. Dhe në këtë gjykim duhet parë me kujdes edhe vetë egoja apo ato sentimentet shoviniste radikale të serbëve, që hera herës apo gjithmonë dalin pa qoftë nga qeveritë që udhëhiqen nga ideologji e majtë siç është Vučići, por akoma më të rrezikshëm janë edhe ato që udhëhiqen nga ideologji djathta nacionaliste. A duhet mbajmë shpresa tek mbrojtja që na vjen nga ligjet ndërkombëtare, pra në këtë pikë a ka rënë gjithçka si me Putinin, ashtu edhe me Netanyahun në veprimet që kanë bërë pa u marrë masat ndërleshëre? Ligjet ndërkombëtare shërbejnë vetëm për popujt e dobët. Duhet të jesh i fortë që ti thysh ligjet ndërkombëtare, siç është Vladimir Putin, siç është Netanyahu, që marrin përsipër të shkatrojnë dhe të gjenocidojnë popuj të tërë dhe civil të tërë. Dhe në këtë aspekt nuk është e mundur për shtete që nuk kanë një valencë apo një kredibilitet të caktuar diplomatik për të shkelur me dy këmbët ligjet ndërkombëtare, siç ka bërë qoftë Netanyahu, por edhe Vladimir Putin. Dhe në këtë gjykim duhet parë edhe një formë e një sovranizmi militar, pra duhet investuar sa më tepër në militarizimin e popullsisë për çdo rast ku territori atë dheut, dhe kur them atë dheut nuk po them vetëm Republika e Shqipërisë, është edhe çështja e Kosovës, vjet në rrezik. Do të ndalem pak tek ajo çfarë ofrojnë vendet perëndimore, të paktën Shtetet Bashkuara të Amerikës, më së shumti garancitë e sigurisë që ja kanë përmendur shpesh herë Ukrainës, nëse tërhiqet nga NATO, nëse dakordsohet me ato kushte që po I vendosen në tryezë, sa duhen besuar? Duhen besuar dhe një farë pike, por nga ana tjetër përmbushja këtyre pikave do të thotë fitore e Rusisë në këtë aspekt, sepse artikulimi I Rusisë që në fillim të kësaj betejë, lufte, që nga viti 2014 mos gaboj që me çështjen e Krimes, ka qenë që Ukraina nuk mund të integrohet në Aleancën e Atlantikut Veriut. Ka qenë pika parë. Pika dytë ka qenë që nuk mund të integrohet në aleancat të tjera ushtarake. Fjala vjen si një aleancë e mundshme që mund të kryejnë vendet europiane në raport me mungesën e NATO-s për mbrojtje. Dhe siguria, pastaj ato garancitë e sigurisë mund të jenë edhe trupa në terren, por është e vështirë për një territor aq të madh sa ç'është Ukraina për të ndaluar dhe për të vendosur le të themi një tran thonjza për ruajtjen e paqes, një formë KFOR-i, siç ka funksionuar në Kosovë, por Kosova dihet që është një copës token krahasimisht me madhësinë territoriale të Ukrainës, dhe sigurisht do kishte edhe kosto të jashtëzakonshme financiare edhe për Bashkimin Evropian, por qoftë edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe Donald Trump ka vendosur që të minimizojë kostot në raport me ushtarët apo bazat amerikane që ndodhen kudo pothuajse në çdo cep globit. Ju më herët e përmendet në fakt edhe pozicionin që mund të mbajë Shqipëria në një sulm apo konflikt mundshëm edhe midis Kosovës dhe Serbisë. Në këtë pikë, ku qëndron NATO, sepse shohim që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç deklaratave të vazhdueshme të Trump,
po marrin edhe hapa të tjerë, që është tërheqja e trupave nga Europa, nga lindja e mesme, lëvizje që po shkojnë gjithnjë drejt Make America Great Again, duke u përqendruar vetëm te Amerika, po çfarë ndodh me vendet anëtare të NATO-s? Pra, sa besim duhet kemi në këtë aleancë Atlantikut të Veriut nëse vetë palët fillojnë të tërhiqen prej saj? Donald Trump udhëhiqet nga një ideologji e cila është deri diku shekullit 19 nga doktrina Monroe, e cila e fokuson totalisht politikën e jashtme amerikane drejt zgjidhjes së problematikave që mund të hasin interesat amerikan në kontinentin amerikan, në Amerikën e Veriut dhe në Amerikën Latine. Dhe duket se Donald Trump po i shkon po e ndjek katërcipërisht këtë dogmë, sigurisht që ka patur lëvizje të bazave amerikane sipas marrëveshjes që ato kanë kryer qoftë në Siri, qoftë në Irak, të paktën në bazën e Ain el Asad, ka patur lëvizje dhe mbase mund të ketë edhe tërheqje, por jo të plot, nuk po flasim për një tërheqje e cila mund të krijojë vakum apo thyrje totale të marrëdhënies ushtarake, politike, diplomatike apo edhe ekonomike të Shtetet Bashkuara të Amerikës në lindjet mesme. Gjithashtu edhe në Europë nuk ka qenë aq e fortë shkputja e ushtarëve amerikan, bëhet fjalë për rreth 100.000 ushtarë amerikanë të cilët kanë baza në Bashkimin Evropian apo në tërsinë e Europës, dhe nuk besoj se do ketë një lëvizje aq sa për të krijuar një vakum që mund të shfrytëzohet nga fuqitë tjera, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake. Kur them ushtarake, them Rusia në këtë rast, qoftë ekonomike, pastaj bëhet fjalë për Republikën Popullore të Kinës. Sidoqoftë ne duhet të jemi alert, po themi, ndaj atyre planeve apo edhe deklaratave të zotit Trump, se kemi parë që një pjesë e tyre dhe i ka bërë realitet. Shqipëria në këto kushte mbetet vetëm apo me aleat në rast të tërheqjes së amerikanëve? Sigurisht që shqiptarët kanë patur raporte tepër pozitive me Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës të cilët ndërhyjnë në vitin 1999 për çlirimin e Kosovës dhe patjetër që duhen falenderuar në këtë rast, por nga ana tjetër duhet të thonë që shqiptarët, në tërësi shqiptarët në gjithë Ballkanin nuk janë përgatitur më për një skenar i cili mund të konsiderohet edhe një skenar post-NATO, por gjithsesi nga, le të themi, nga ato institucionet të cilat merren me studime strategjike dhe orientojnë politika diplomatike të Ministrisë Jashtme, por edhe të shtetit shqiptar, duhet ishin marrë me këtë çështje, realisht nuk janë marrë, pasi gjithmonë kemi qenë në letargji me atë sloganin që neve aderojmë në NATO dhe nuk ka asnjë forcë në botë e cila mund ta prek, por ja që mund të ndodhin dhe mund të vinë administrat politikan si Donald Trump që e konsiderojnë praninë ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës kudo në botë një shpenzim i tepruar dhe i tepërt për buxhetin e shtetit amerikan, dhe sigurisht do të kishim ndjekur edhe hapat tonë në lidhje me armatosjen dhe në rimëkëmbjen e ushtrisë shqiptare. Gjë që e kanë ndjekur qeveria e Kosovës, qeveria e Kurtit, është hapa parë në raportin e arsenaleve të armëve në Republikën e Kosovës, por që nuk gjykoj se do jemi vetëm dhe nuk besoj se amerikanët do kenë një shkputje totale nga interesat e tyre në Europë, dhe neve jemi në Europë dhe në Ballkan, por qoftë edhe në lindjet mesme, por mos harrojmë që sigurisht që shqiptarët kanë edhe miq që e vlerësojnë faktorin shqiptar në Ballkan, patjetër që mund të përcaktojmë si miq amerikanët, turqit dhe gjermanët në këtë raport, dhe patjetër nuk besoj se është aq alarmante çështja sa për të menduar thellësisht për një konflikt të afërt midis shqiptarëve në Ballkan dhe Serbisë. Në momentin që eksponent të rëndësishëm të politikës amerikane i drejtojnë edhe zotit Kurti mesazhe të ashpra, duke nisur edhe nga ambasada amerikane në Kosovë, por gjithashtu edhe të tjerë